Eman Ramoni është takuar me Bedri Hamzën, Lumir Abdigjikun, Vetvendosjen dhe AK-n. Po ashtu Ramoni e ka pi një kafe dje edhe me Ramiz Ladrovcin. Bërimet e mia më kanë tregu për këto takime që janë realizuar gjatë ditëve të fundit. Hej, pritni veç pak. Mos harroni ma bë follow mua dhe Gazetës Politika. Faleminderit. Normalisht kryetema ka qenë zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në secilin takim Ramoni ka sqaruar kërkesat e tij. Kërkesa e parë është çështja e koalicionit. Pra Ramoni kërkon koalicion formal me disa vende në listë për bashkëpunëtorët e tij. Kërkesa e dytë lidhet me një temë të mëçme, projekt kodin civil. Në marrëveshjen e koalicionit Ramoni ka kërkuar që të ketë një zotim formal që projekt kodit civil, cilin e kundërshtonte Ramoni sa ishte pjesë e vetvendosjes si deputet, të mos deponohet në kuvend, pa ndryshimet e kërkuara nga ai. Nga ajo që ka marrë vesh, të gjitha partitë janë të gatshme për bashkëpunim me Ramonin. Ende s'dihet nga do të shkoj Ramoni dhe lista për familjen. Gjitha rrugët janë të hapura për Ramonin, edhe kthimi me vetvendosjen është opsional, edhe bashkëpunimi me LDK-n e PDK-n është i mundshëm. Normalisht Ramoni nuk ka mjamsy garës i vetëm, pra me garu si parti politike e vetme. Topi është në dorën e Ramonit. Ama një gjë vërtet ashiqare, krejt partitë janë të interesuara për me pas në koalicion Ramonin, sepse ai në fund i ka plus minus 20.000 vota. Duken pak, ama këto vota bëjnë dallimin për disa deputet. Kudo që të shkoj Ramoni, jam i sigurt që e rrit atë parti, sepse përfaqëson një pjesë të elektoratit konservator. Në ditën vazhdim, sigurt edhe publikisht, ka me u marrë vesh ka po shkon Eman Ramoni.